Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani fokusohuni te kjo video që po shikoni në këtë moment. Dhe do të bëjmë një pyetje. A do të ndodhi ajo që ju po mendoni në këtë moment? Pra, a do të ndodhi ajo diçka që ju po mendoni në këtë moment? Ajo gjë që ju po mendoni, ajo diçka e rëndësishme që ju po mendoni, do të ndodhi patjetër, sepse ju keni një person të zemrës shumë pozitiv, perandorin, që është një person që do t'ju ndihmojë për atë diçka që ju mendoni në këtë moment. Mbrojeni nga ky ëngjël mbrojtës. Dhe ju do t'ju jep një kësaj karoce për të shkuar drejt perspektivave të jetës tuaj. Jeni fokusuar shumë tek pjesa e monedhave. Pra, ajo diçka që ju mendoni do t'ju realizohet në këtë moment. Është tek pjesa e bollokut, tek pjesa e monedhave, sepse tek kjo pjesë ju keni qenë të zhgënjur. Pra, nuk keni marr atë që ju kërkoni të merrni. Sepse ju jeni një person shumë human që ndihmoni njerëzit në nevojë dhe ju kthehet karma që keni fuqi dhe komand. Pra, ajo që ju po mendoni në këtë moment për t'ju realizuar, do t'ju realizohet sepse ju keni atë pjesën brenda të botës tuaj të shpirtit që reflektoni, jeni në meditim dhe bëni një reflektim. Është një person që ju ndihmon shumë, që është i mbret i shpatave, që ka fuqi dhe komand, dhe ky po lufton fort për të marrë atë që ju po prisni në këtë moment. Treshi i kupave më tregon fitoren, realizimin e asaj gjëje që ju prisni. Pra ju festoni të tre me një person tjetër këtë fitore, këtë diçka të mrekullueshme që prisni në këtë moment. Me kë rezonon? Me kë gërm rezonon kjo energji? Me gërmën kë? Me gërmën D, J, N, U, F, Sh, Z, M, F, G, E, A dhe Q. Kurse me shenjat e horoskopit, mund të rezonoj me demin, me peshqit, me akrep, me gaforen, me vricjapin, me binjakët, me shigjetarin, me dashin dhe me ujorin. Faleminderit shumë, miqtë mi.